Superkompjuteri Football Meets Data ka zbuluar shanset e kualifikimit në kampionatin botror dhe lajmet për Kosovën janë pozitive. Dardanët megjithse sfidojnë Slovakinë në Bratislav, vlerësohen me 42% shanse për të kaluar në finale, shifër që i bën fuqishëm në garë për kualifikim. Në rrugën drejt botrorit, Kosova ka 20% shanse për kualifikim, duke lënë pas Rumaninë me 6% dhe duke ju afruar rrezikshëm Slovakisë me 26%. Turqia del favorite e grupit me 83% për të kaluar gjysmëfinalen dhe 48% për të siguruar botrorin, por rruga e finales kalon nga stadiumi Fadil Vukri nëse dardanët fitojnë ndeshjen e parë. Datat 26 mars dhe 31 mars 2026 mund të hyjnë në historinë e futbollit kosovar, pasi ky është momenti i madh për të siguruar kualifikimin e parë në histori në një ngjarje të madhe futbolli. A besoni në kualifikimin e Kosovës në kampionatin botror 2026? Na tregoni në hapësirën për komente.